Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ju. Miq të nderuar, kemi shënuar fundin e vitit shkollor për nxënësit tanë të shkollave fillore e të mesme. Kjo kohë post që paraqet zhvillim në nivelet e kësaj kategorie, neve na shton edhe më tepër përgjegjësinë për edukimin e tyre nga fushat tona të caktuara të ndikimit. E kësaj radhe për të folur për edukimin e nxënësve në shkollat kosovare, kemi të ftuar në studio zëvendës drejtoreshën e shkollave Maarif në Kosovë, e cila po ashtu ka një përvojë shumë vjeçare në mësimdhënie. Profesoresh, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta. Profesoreshe, përmenda pak më herët se sapo kemi shënuar fundvitin. Ju dëshirojmë shumë suksese në të ardhmen dhe njëkohësisht edhe ju urojmë për mbylljen e këtij vitit. Si rezultoi të jetë ky vit për shkollën që ju e drejtoni? Po është e vërtetë sapo është mbyllur një vit me plot sfida. Filloi me kushtet e pandemisë, me restriksionet e shumta, me probleme shëndetësore, qoftë nga ana e nxënësve, qoftë nga familjarët e tyre, po edhe personelin mësimdhënës. Megjithatë, përfundimi ishte i mirë, rezultatet ishin shumë të kënaqshme, veçanërisht në shkollën tonë jemi shumë krenar për rezultatet e arritura gjatë këtij viti. Mirë, po kuptohet se çdo mbyllje një viti është një analizë në vetvete dhe një përpjekje për të nxjerrë më të mirën në sukseset e nxënësve dhe familjarëve të tyre. Po ashtu edhe ne si shkollë bëjmë përpjekje të tilla vazhdimisht që të dalim çdo vit me suksese më të larta. Çka sa i përket testeve kombëtare të semimaturës, testeve të tani maturës? Testet këtë vit, veçanërisht për semimaturën, pati një ndryshim. Domethënë në vitin e kaluar të gjitha lëndë ishin brenda një ditë, ndërka në këtë periudhë, domethënë në fund të kësaj periudhe të këtij viti u mbajtën në 2 seanca. Domethënë pjesa e parë dhe pjesa e dytë në 2 ditë pra të caktuara. Rezultatet, siç i keni pa edhe nëpër media, nuk është se janë në nivelin më të lartë të kënaqshëm, po megjithatë në shkollën tonë kemi realizuar rezultate jashtëzakonisht të mira dhe jemi shumë të kënaqur me rezultatet që kanë dalë. Çka sa i përket raporteve, a keni raporte edhe me shkolla të tjera, bashkëpunoni? Bashkëpunojmë edhe me shkolla tjera, jo në masën sikur të ishim shkollë publike, sepse kuptohet shkollat private kanë një qasje, një plan program ndryshe, një agjendë ndryshe, edhe pse ne jemi të licencuar sipas plan programit të Ministrisë së Arsimit. Mirë, po një bashkëpunim është i ngrohtë, një bashkëpunim miqësor, me synimin gjithmonë që ne të japim më të mirën nga ne, në atë mënyrë që edhe sistemi publik të përfitoj, në të njëjtën kohë dhe të marrim ide dhe sugjerime të reja dhe nga shkolla tjera. Do të thotë jeni në bashkëpunim të vazhdueshëm Vazhdimisht. Edhe me shkolla të tjera. Po çka sa i përket aktiviteteve, a keni planifikuar të realizoni ndonjë aktivitet gjatë muajve kur nxënësit janë pushim, gjatë muajve të verës? Gjatë muajve të verës, po, në paralelin e prezërimit ka aktivitete të shkollës verore, domethënë vetë se ka filluar prej ditës së djeshme. Mirë, po në paralelin e Prishtinës, për arsye të distancës nga Prishtina, nuk është se kemi aktivitete me nxënës, por kuptohet që kemi aktivitete në përgatitjen profesionale të stafit dhe kuadrave që merren me edukim. Jeni edhe e licencuar nga Ministria e Arsimit për udhëheqje dhe menaxhim të shkollave, duke qenë e tillë, po e shfrytëzoj rastin t'ju pyes edhe si e vlerësoni vendimin e Ministrisë së Arsimit për tërheqjen e sistemit me 3 semestra. Në fakt, ande nuk është bërë një studim i mirëfillt, ande është në diskutim publik, është domethënë vetëm një propozim në ide. Mirë, po konsideroj që është një hap para për disa arsye. E para ka qenë një jo balancim i mirë mes semestrave, sepse përderisa semestri i parë zgjate 4 muaj me vetëm një ditë pushimi për nder të 28 nëntorit, 2 semestrat të fundit, domethënë semestri i dytë e veçanërisht semestri i tretë, ku për shembull maturantëve ju ka rënë vetëm 22 ditë mësim më pas, një notë e barabartë e semestrit të fundit me semestrin e parë është një jo balans. Prandaj konsideroj që kjo udhëzim i ri administrativ do të sjellë një risi më pozitive, do të jetë më në interes të nxjerrjes së rezultatit real,
sepse megjithëse edhe 3 semestra nuk ishte se është një nxjerrje jo e rezultatit real, por ishte një mos balancim në mes të periudhave mësimore. Tani të shohim, veçanërisht një prej vërejtjeve që shumica e arsimtarëve kanë pas gjatë vlerësimeve të mëhershme, ishte jo proporcionalja e ndarjes së instrumenteve të vlerësimit, gjë që edhe unë konsideroj që duhet të rishqyrtohet, edhe pse edhe në udhëzimin administrativ nuk është se është marrë shumë në shqyrtim kjo çështje, po konsideroj që duhet të merret në shqyrtim, sepse një instrument... A mund ta sqaroni pak më konkretisht? Sipas vlerësimit, domethënë të fundit, një nota e një periode vlerësuese ndërtohet nga disa instrumenta që përbëjnë 60% të vlerës së notës dhe vetëm një instrument që mund të jetë testi në shumicën e rasteve 40% e vlerës së notës. Në këtë rast, domethënë na po e shohim se individët e ndryshëm, nxënësat e ndryshëm kanë mënyra të ndryshme të shprehjes së aftësive të tyre. Një nxënës i cili ka përballje stresuese të mëdha me testin, nuk do të mund ta jepte maksimumin në një test. Në kohë që 40% është një penalizim për nxënësin e saj, në gjatë testimit nuk mund ta jep maksimumin e tij. Pra, duhet të mirë të analizohen edhe instrumentat vlerësues në mënyrë që të dalim në një rezultat sa më real edhe sa më i kënaqshëm edhe për nxënësit tonë. Pra, përveç se ka qenë një ngarkesë në aspektin akademik, besoj se ka qenë ngarkesë edhe nga aspekti administrativ apo jo? Konsideroj se po. Profesorish, jemi në një kohë kur ka tendenca të vazhdueshme për ta larguar shkollën nga kuptimi themelor i saj. E kemi pasur rastin javën e kaluar në shkollat e Ferizajit janë gjetur, madje edhe armë janë gjetur. Si e vlerësoni ju këtë, çka duhet të bëjnë drejtuesit e shkollave në këtë rast për të parandaluar dukuritë e tilla negative? Në fakt, përgjithësia këtu bie mbi ne të gjithë, jo vetëm drejtuesit e shkollave, jo vetëm mësimdhënësit, prindërit, po dhe përfaqësuesit edhe të mediave, qofshin ato rrjetet sociale apo mediave siç është televizioni, radio këto. Çështja është se në çdo ambient jashtë shkollës, në një mënyrë ose një tjetër, qoftë edhe indirekt promovohet dhuna. Nëse hyn nëpër mediume, vën një televizion, do të shohësh vazhdimisht këngë me tekst jo edukativ. Kur tham në sensin e jo edukativ, them në atë se nuk është asnjë tekst para se të publikohet, nuk konsultohet asnjëherë se cilat janë rezultatet që do të sjellë ajo përmbajtja e atij teksti apo ato me imazhet të cilat paraqiten para opinionit. Madje që është më e keqe, unë shetis edhe në marketet e shumta, e ke shumë haptas, kjo është një shqetësim jashtëzakonisht i madh, jo vetëm për mua, por mendoj se për të gjithë në radhë të parë prindërit, por edhe persona që merren me çështjen e edukimit. Në për të gjitha marketet i ke aq të hapur edhe të ekspozuar me cigaret elektronike. Mshefën cigaret e zakonshme, po janë pranë arkës cigaret elektronike. Prandaj një nxënës i cili, një fëmijë i cili është i ekspozuar kaq shumë në qasje dhe qasje kaq të pak kufizuar në elemente që shtojnë delinkuencën e tina, normal se këto rezultate edhe do t'i shohim edhe në ambientet shkollore, edhe në ambientet të rrugës. Është stresuese, me të vërtetë është stresuese. Nëse Kosova ka pas një diçka të mirë, ka qenë siguria nëpër shkolla, ka qenë siguria në rrugë. Elementet e tilla po vinë po shtohen dhe un kam frikë nesër se siguria e nxënësve nëpër shkolla apo edhe nëpër rrugë do të jetë me të vërtetë një shqetësim i madh për shoqërinë tonë. Kjo që e përmendet padyshim se paraqet një sfidë në vete, ndër sfidat të tjera, ndër të cilat do të përmendja raportin nxënës, prind dhe shkollë, nxënës, prind, administratë e shkollës. Si e shihni ju këtë pikë? Në fakt, në terminologji është i njohur si trekanshi pedagogjik i bashkëpunimit, dhe unë konsideroj që me të vërtetë nëse një trekansh i tillë nuk është në bashkëpunimin e mirëfillt, cila do palë që dështojnë ta kryejë rolin e vet si duhet, apo ta privoj bashkëpunimin në këtë trekansh bashkëpunimi, do dëmtonte më shumë nxënësin.
Kur thëmë do dëmton të nxënësin mas shumëti, kam fjalën për dëmtimin afatgjatë që do t'i jepet atij. Unë e kuptoj që dinamikat e jetës edhe neve si prind, tash po flas në cilësinë e prindit, nganjëherë na shtyjnë në disa gjëra të cilat në fakt vetëm kur e shohim vetëm se kemi qenë aq neglizhent gjatë zhvillimit të fëmijëve tonë. Ne mendojmë se e ardhmja e fëmijët bëhet vetëm duke ia plotësuar dëshirat, duke e luajtur rolin e avokatit për notat e tina, apo edhe thjesht duke i ikë përgjithsisht në atë kuptimin që jam lodhur me çështjet e punës dhe tani nuk po mund të dalë zot për ndrimit si duhet. Në këtë rast domi është i shumëfisht, fëmiu e vren ambientin e depërtimit, e ka më të lehtë të marrë anën negative se sa anën pozitive, veçanërisht kur përmenda pak më herët që është shumë i ekspozuar edhe ndaj rrjeteve të ndryshme sociale pa kontroll të teksteve dhe këngëve, por edhe të imazheve të papërshtatshme. Pra, anën tjetër, po flas tani për sistemin publik, në shkolla ne po e shohim se ashtu dukuria e dhunës, ashtu dukuria e keqpërdorimit me substanca narkotike, tani duhani ma ka mbetë si çështje e lehtë në krahasim me çështjet e tjera, fatkeqësisht. Tani me një standard të pagave të këtij lloji që ekziston në Kosovë, motivi i mësimdhënësve bie, janë të pakta ata mësimdhënë që mund të arrojnë motivin lart për punë, veçanërisht kur hasen një jo bashkëpunim nga ana e prindit. Tani kur jo bashkëpunimi është në fushë arend, sikur edhe arsimtari mund të dorëzohet. Pra, ne duhet të kuptojmë që edhe personeli mësimdhënës janë njerëz të cilët edhe ata janë familjar, edhe ata kanë ndjenja, edhe ata mund të jenë të nivelit të gabueshëm ashtu si çdo profil tjetër. Mirë po, duke panë se të gjithë jemi të përballur me një sfidë të tillë të trendeve globale fatkeqësisht edhe në Kosovë, ne duhet të shtojmë motivin dhe forcat e bashkëpunimit në mënyrë që ta ruajmë këtë rini të shëndosh. Një arsimim i cili nuk ka edukim dhe ruajtje të vlerave ndërnjerëzore për gjenerata nuk konsideroj që do të jep rezultate tjera përveç se një produkt të arsimuar dhe të paedukuar. Mendoj që Kosova si një vend i sapo dalën nga lufta, se unë e konsideroj 22 vite sikur sapo dalin nga lufta, nuk e ka privilegjin të rrezikoj kaq shumë. Sepse kjo rini e cila sot është në bankat shkollore, mas 2, 3, 5 vjeteve do të jetë nëpër institucione. Prandaj kjo është ajo që mua më frigon më shumti. Në cilën derë të cilit mjek ne po drejtohemi nesër, në cilën inxhinier nesër po llogaritim. Do thënë nëse e zhveshim rinin nga njerëzorja, atëherë kam frikë se rrezikimi do të jetë shumë i lartë. Deri më tani folëm vetëm për sfida, mirë po patjetër se duhet t'i prekim edhe anët pozitive, nxënësit tanë edhe të shkollës suaj, por edhe të shkollave të Kosovës në përgjithësi, vazhdimisht korrin suksese edhe në gara kombëtare, edhe në ato ndërkombëtare, patjetër se s'duhet t'i mbyllim syt ndaj këtyre sukseseve. Si vlerësoni ju, si i shihni ju të rinjtë e Kosovës në këtë proces dhe cilat janë anët më të forta të edukimit në Kosovë? Në fakt, bëre mirë që orientove bisedën në këtë mënyrë, sepse përveç këtyre shqetësimeve që na përcjellin, ne jemi edhe krenar me rezultatet e nxënësve tonë, tani po flas në nivel vendi, jo vetëm në shkollën ku punoj unë. Në rezultatet janë ato që neve na jepin motiv edhe vazhdimisht e shohim se ja vlen të punosh me rinin e Kosovës. Edhe këtu lidhet edhe dhimbja edhe neve që të punojmë më shumë dhe të mos i lojmë këto dukuri negative të depërtojnë nëpër shkolla. Për shembull kemi rastin e vajzës së Skënderajit, e cila është një thirrje në ndërgjegjen e të gjithë përfaqësuesve të shtetit, por gjithë neve. Secili prej neve ka rol në ndërtimin profesional të saj, të cilët ju ofruan bursa të shumta nga universitetet e ndryshme dhe ajo bëri një thirrje qeverisë që t'i krijon asaj ambiente të tilla që ajo të jap kontributin në vendin e vet. Kjo është një frymë e mirë, një shpresë e madhe që megjithatë në mesin e rinisë tonë ka shumë të tillë që ato dashurinë kanë në nivelin më të lartë të mundshëm. Ne si persona që punojmë me arsimin, po dhe përfaqësuesit zyrtar të shtetit,
duhet ta marrin këtë thirrje në shumë seriozisht që t'ju krijojmë ambient përparimtar në nxënësvet tonë të cilët do të na bëjnë krenar sot, nesër, pas nesër në të ardhmen. Kemi raste të shumta, kemi edhe fitimet në garat e robotikës, në garat e gjuhës angleze, në gara shkencore, domethënë këto rezultate në syrin e vendeve jashtë Kosovës shohin Kosovën si vend me potencial të mirë, me potencial rinor të shëndosh. Jemi mirë në shumë drejtime, mirë po në të njëjtën kohë edhe duhet një kujdes i shtuar që këto rezultatet na bëjnë edhe më krenar në të ardhmen dhe të minimizojnë qasjet delikuente që po ndodhin nëpër shkolla. Profesor Eq, faleminderit shumë për kohën që e ndatë jeni bashkë me ne në studio. Lutem, kënaqësi e madhe, faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ishim me Azemine Kukajn, zëvendës drejtoresh në shkollën Maarif në Kosovë, e cila ishte edhe mysafirja jone e fundit për këtë sezon. Gjej rastin ta falenderoj nga zemra stafin bashkëpunues që e mundsoi realizimin e këtij projekti, musafirët që i kemi pasur në studio, si dhe gjithë audiencën që pati durimin dhe vëmendjen të na ndiqte për 19 emisione me radhë. Uroj që temat e përzgjedhurat kenë qenë sadopak dobiprurse edhe për ju. Për çdo sugjerim apo kritik, na shkruani në kanalet tona zyrtare. Deri në sezonën e radhës, pushime të këndshme, Allahu ju ruajt. Selamu alaikum.